E thojnë sot Shqipëri, për shembull, iniciativa për ndërtimin e xhamisë madhe në Tiranë. Dalin gazetarë, shkruajnë, kjo duhet me shku në referendum, para më do. Referendum me shku xhamia. Edhe këtu ndel shesh se kush është tolerant dhe kush nuk është tolerant. Kush shkon në Tiranë e din, në sheshin domethënë kryesor të Tiranës, ku ta lash xhaminë e Tembeut në anën e Majt, në anën e djathtë i ki ato ndërtesat e vjetra që nga koha e Austro-Hungarisë, mas asaj e ki kishën e madhe. E re është doktor. Edhe asnjë musliman se ka përmend pse e kanë bërë këtë kishën e madhe, kur ato nuk mushen, as dillave nuk mushen. Nuk mushen. Ama asnjë musliman që ka shkuar me thonë, pse ja kanë dhënë tokën, pse e kanë drejtë atë kishë të madhe aty. Musliman tu fal rrugëve në Tiranë, rrugëve, konkretisht rrugëve, domthonë për xhumo, jo për bajram, për xhumo. Pse se Tirana 1 milion banor, sipas statistikave jo zyrtare, ai ka vetë 12 xhamia si ka. Dhe normalisht shumë është e logjikshme që mos me zonë. Edhe kemi pa na gjithë domethënë në fal bajramin shesh, në shije, në bore, se bajrami fal jashtë është sunet. Ama rrethona tona, për shembull dimrit, nuk na ndihmojnë ti më fal në shesh. Ki problem se klimat domethënë atmosferike nuk lejojnë. Edhe ki nevojë për një xhami të madhe dhe dalin tash vetë me 100 referendum ndërtimin e xhamisë.